Muaj gusht dhe shtator përkojnë me periudhën e pasurimit të liçenit të Ohrit me rasatin e Koranit, ndërsa në Pogradec kjo traditë shoqërohet çdo vit edhe me festën kushtuar një prej simboleve më të njohura të zonës. Edhe këtë vit, aktiviteti mblodhi kuzhinjer vendas të cilët prezantuan për vizitorët tava të ndryshme Korani, të përgatitura sipas recetave tradicionale dhe varianteve më moderne. Nëse jeta më ka bërë me fat, më ka bërë të jem prang të liçeni, prang të popullit dhe prang të peshku. Specia e Koranit është specia më e rrallë në botë, për mos thënë vetme, e jetuar dhe e trashëguar këtu në këtë liçen, e cila jeton në thellësi 300 metra, është një specie e jashtëzakonshme dhe për fatin e mirë të jetës time, unë kam privilegjin për ta gatuar atë këtu dhe 35 vjet më përpara. Edhe kuzhinjeri Tanas Gusho thekson se tradita e gatimit në tava dheu dhe tepsi mbetet një nga format më karakteristike të kuzhinës pogradecare. Pogradectarët tërë jetën kanë gatuar në tava dheu dhe në tepsi, siç i kemi e neve, kemi Koran me qepë, me domate, me karotë brenda, me udhra, me dafinë dhe me borsilok, me najazmë dhe me verë dhe udhër. Për shefin Arjan Ceka, gastronomia e Pogradecit ka njohur zhvillim, ndërsa kombinimi mes recetave të vjetra dhe teknikave moderne po e mban Koranin ndër gatimet më të kërkuara nga turistët. Këta vit kemi shumë alternativa në gatimin e Koranit, pasi është viti i tretë dhe gjatë viteve jemi duke përmirësuar. Edhe turistët e huaj duket se e kanë vlerësuar këtë përvojë kulinare. Kam provuar Korani për herët e parë edhe është vërtet shumë e mrekullueshme. Ndërkohë, këtë vit në liçen pritet të hidhen rreth 2 milion rasat të rinj Korani. Këtë vit do të hedhim 2 milion rasat të Koranit në liçen. Dëshirojmë që edhe pala tjetër të hedhi përsëri sasinë tonë, por ka vite që nuk e ka bërë këtë gjë. Festa u shoqërua edhe me një mbrëmje muzikore me artistë nga Kosova, duke e kthyer aktivitetin në një kombinim të gastronomisë, traditës dhe argëtimit për mira vizitorët që ndodhen këtë periudhë në Pogradec.